Është titulluar nga bankat e shkollës në rrugën e karrierës, aktiviteti që u zhvillua në shkollën nëntëvjeçare Branko Kadia në Shkodër. Ky aktivitet u përzgjodh nga mësueset që ndjekin shkollën e drejtorëve dhe që bëjnë praktike në këtë shkollë, siç shpjegon njëra prej tyre, Marinela Lejthia. Jam në këtë shkollë sepse bëj praktiken nga shkolla e drejtorave në shkollën Branko Kadia dhe unë kam përzgjedhur që të bëj temen nga bankat e shkollës në rrugën e karrierës. Kjo lindi si shkas në kuadër të 100 vjetorit të themelimit të kësaj shkolle. Dëshirojmë që të cekum pak a shumë historiku në shkollës Branko Kadia dhe të lëmë gjurmë sa do pak nga ish nxënësit deri tek nxënësit aktual. Ne kemi sot disa nxënës të ish shkollës Branko Kadia që janë të suksesshëm në karrierat e tyre. Pjesë e këtij aktiviteti ishin edhe shumë ish nxënës të kësaj shkolle, të cilët rikthehen me emocione në mjediset e saj. Mesazhi i këtij aktiviteti është që ne nxënësit e hershëm të dikurshëm të Branko Kadis kthehemi sot për të parë dhe për të takuar brezin e ri. Besoj që Branko Kadia ka nxjerrë nxënës shumë të mirë dhe ja ku jemi një shembull i nxënësve të mirë që kanë dalë nga Branko Kadia për të shkëmbyer eksperiencën me ata që sot janë të rinj dhe do suksesohen dhe ata në të ardhmen e tyre. Është një emocion i papërsëritshëm. Realisht nuk di ta shpjegoj, është një diçka shumë pozitive. I falenderoj të gjithë aktorët që banën punën që ne të rikthehemi aty ku me të vërtet nisëm procesin e dijeve tona dhe unë besoj që do t'jena një shkëni e mirë, pozitive për të gjithë ato që sot studiojnë në këtë shkollë dhe do t'jena ato që do drejtojnë këtë vend në të ardhmen. Shkolla Branko Kadia këtë vit përkujton 100 vjetorin e krijimit të saj, ndaj do të organizohen aktivitete të shumta, thot drejtoresha Surila Mloja. Ky është vetëm fillimi i këtij aktiviteti që besoj ka më zgjat, në vite ka më zgjat, masi shkolla Branko Kadia është burim që nxjerr nxënës që në vite janë suksesshëm. Dhe jo vetëm kanë qenë nxënës ku sot janë figurat suksesshme, po unë kam shpresë e besim që edhe nxënësit sot do të jenë shumë të suksesshëm nesër. Shkolla nëntëvjeçare Branko Kadia është njëra nga më të njohurat në Shkodër dhe më gjerë. Sot në vitin jubilar të 100 vjetorit të saj, kjo shkollë ka mbi 500 nxënës dhe 40 mësues.